Se çka bën lëvizja vendosje, mënyrën që është paraqesin ata mendimet e tyre kur farë mendimi s'kam, po miropafshim në të bojnë çka dojnë. Po besoj se kuvendi gjithmonë kryetari është zgjedh, kështu që nuk shoh ndonjë pengesë, mendoj që i takon natyrisht partisë të parë që t'i krijoj kushtet edhe për votimin e kryetarit edhe për votime tjera, andaj ta presim atë ditë. Sa i përket ftesës, edhe kjo është hipotetike dhe ju vetë kur e ngritët pyetjet, thatë që është hipotetike, andaj mos të përgjigjem në diçka që ende ka karakter hipotetik. I vije koha dhe se nuk jemi në atë fazë, nuk kemi qitë as kushte, as... Po... Jo, shiko, une pe kuptoj mungesën... Shiko, ne kemi thonë gjithmonë që opcionet janë, ne kemi paraqit disa herë që opcionet janë brenda partive opozitore. Dhe une pe kuptoj që ka mungesë transparentës nga partia parë në mënyrën se si ka realizu gjatë tërë kësaj kohe, negociata, diskutime dhe në mungesë të transparentës mandej po implikohet që të kemi pyetje hipotetike. Mirë po, thashë njëherë, ne kemi një pozicion jashtëzakonisht të qartë, po edhe, si me thonë, me një besim të madh që kemi një kandidat i cili arrin me kriju një shumicë në se ka një paftësi të partisë parë për me kriju qeverinë dhe du të me pas vullnet. Unë ndëgjova më herët që po thuhet që dihet emri i kryeministit, në realitet emri i kryeministit e din 61 vota. Këtu përfundon. Dhe natyrisht që unë nuk jemi të gatshëm për me dhonë asgjë sot, as në konferencë për shtyp, as në një pozicion të ri, domthonë na jemi të gatshëm me po konsumimin e të drejtës nga partia parë dhe në momentin kur konsumohet ajo drejt, na jepet neve e drejta, atë drejt me transparencë jashtëzakonisht madhe. Jashtëzakonisht madhe, do ta paraqisim para publikut çka janë kushtet tona, çka janë veprimet tona, cili o programi jonë, sepse këtu njerëz po folin për qeveri veç në kuptimin funksional, le të formohet qeveria. Çka i sjell ajo qeveri qytetarëve? Apo e din dikush këto negociatat për qeveri, apo e din apo e kanë një prioritet të qytetarëve në vend të parë. Nuk po e shoh si tillë, andaj ne në momentin kur na vjen ajo e drejtë, ne do ta ndrojmë këtë format çu po bëhet sot, do të tregojmë për çka qëndrojmë dhe për çka na nevojitet ajo qeveri. Prap nuk po du me spekuluar arsyet e tyne. Mendoj që këtë pyetje është mirë me apo atyne dhe merrni përgjigjen nga ta. Është e drejtë e tyne me tjetë. Asesi s'ka mendim, domethënë se çka bën lëvizja vendosje, mënyrën që është paraqesin ata mendimet e tyre kur farë mendimi s'kam. Unë mendimet po miropafshim në të bojnë çka dojnë.